Galeria 2 dhe fundit e kësaj gare. Mos e bluzën se... Hajde Martini! Mirë, sot është kampionati kombëtar për të rritur, çfarë presim nga ky ekip? Atëherë sot dhe nesër na presin kampionatin më të rëndësishëm vitit, kampionatin kombëtar të atletikës, ku zbresin fushë të anatet më të mirë të Shqipërisë. Pa diskutim, kjo është një kampionat me rëndësi tepër të madhe edhe për sportistat, se përveç titeve dhe medaljeve, vetë edhe trajtimi është i mori tyre, paga, se në bazë të rezultateve të shotshme, klubi dhe bashkia vlerësojnë pagat për vitin e ardhshëm. Nuk ka për garat ndërkombëtare, sa të rëndësishme garat e sot. Atëherë mas kampionatit kombëtar, deri kemi kampionatin ballkanik në Volos, ku ekipi niset me datë 19 qershor. Është delegacion i madh, edhe faktikisht kena shpresat më për medalje. Kush mendon se sportistët mund të realizojnë objektivat e partijës? Atëherë kemi 3 sportista për medalje, Gjipsi Moreno, Franco Burrej dhe Markelo Mema në hedhjen e çekiçit. Edhe shpresoj shumë që sot tonë sportistat japin maksimumin, japin rekorde personale dhe uroj me zemër në rekord kombëtar. Edhe pse keni qenë nxitës i mirë përsa përket ekipeve të atletikës, si është bashkëpunimi me shtetin lokal, të arritur se si sportive? Pa diskutim është shumë mirë, dhe shpresojmë shumë që dje faktikisht ka marrë fjalën nga Komiteti Olimpik dhe nga Ministria që atletika në shtator do jetë pjesë e ekipeve sportive, edhe besoj ka me na pështu dhe do jetë një ndihmë shumë e madhe për gjithë sportin shqiptar. Kampionatit kombëtar, çfarë synoni? Unë jam sportiste e klubit sportiv Tiranës, siç e shikoni, dhe sot përveç se garoj për të ndihmuar klubin që dalim kampion për vitin e disa herë qoftë radhazi, por edhe dua që të ruaj titullin tim si sportistja më e mirë e kampionatit kombëtar për herën e 16 radhazi. Pas një vit ndërprerje, kështu që ky është një objektiv i vogël në fakt, sepse unë këtë vit kam vendosur të mos bëj garë ndërkombëtare, po marr një vit qetësie, thjesht po stërviten pse jo dhe për të mbajtur veten time në formë, por që përse rezultatet janë kaq të mira sa që unë mund të arrij rezultatin për të shpallur sportistja më e mirë e këtij kampionati. Kështu që ky do të jetë synimi im sot, ku do të marr pjesë në 3000 metra me pengesa dhe ditën e dytë në 10000 metra. Thash për t'i dhënë pikë maksimale klubit edhe për të ruajtur titullin si sportistja më e mirë. Si? Pse ky vendim për të ndalesë? Unë të jesh sportiste ati niveli që unë kam qenë për vitësh, do një sakrificë shumë të madhe dhe le të themi mbas lojrave olimpike kisha vendosur dhe në kokën time që dua të marr pak qetësi, unë ndjeja e lodhur, më shumë e lodhur psikologjikisht, duke qenë që unë jam e vetmi në këtij niveli dhe duhet rria veten nëpër male dhe ndjeha shumë vështirë këtë pjesën jashtë një jete normale me njerëz, larg familjes, kështu që doja pak qetësi dhe njëkohësisht edhe po reflektoj, po mundohem të balancoj gjërat se sa mund të më vlej më tutje apo sa jo. Kështu që kjo është arsyeja pse unë kam këtë vendim sot. Njëkohësisht po i përkushtohem dhe akademisë time që pse jo në me të nxjerrë dhe unë sportist, edhe ta shoh veten do doja shumë si një trajnere suksesshme. Kështu që këto janë objektivat afat shkurtër dhe afat gjatë.